Në ambientet e Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër, pikërisht në vendin ku 30 vite më parë u bë gjyqi atë Mëshkallës, është mbajtur një ekspoze në ndërim të tij e titulluar "Ai që ndezi dritën në bodrumin e ferrit", duke sjellë dëshmi të gjalla nga bashkëvuajtësit e atë Mëshkallës. Aktiviteti u zhvillua me iniciativën e bashkëvuajtësit të Mëshkallës, Viktor Martini, dhe u mbështet në organizim nga Universiteti Luiç Gurakuqi. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit Tonin Xhurej vuri theksin tek rëndësia e dokumentimit historik dhe përmendi për herë të parë dosjen e gjetur të atë Pjetër Mëshkallës. Kam parë dje, aq sa mund t'ju rrefej sot, brenda kufizimeve ligjore dhe në respekt të autoritetit, dosjen e atë Pjetër Mëshkallës. Mund t'ja ilustroj me foto pafund që datojnë nga dita djeshme, jo më herët. Më besoni të nderuar të pranishëm, ishte një dosje pa dosje. Asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument, por një falsitet, fabrikim dhe turp i madh. Raportimet fabrikuara, të shkruara nga analfabet e ignorant, por me poste të larta shtetërore, veçanërisht pas daljes nga burgut të atë Mëshkallës, pothuajse çdo vit pas 20 prillit 1977, me emra dhe pozicione konkrete, ku në fund mbyllej me fjalën fund, me gërma kapitale, për të treguar se asgjë nuk mund të vihet në dyshim dhe të vijoj me tej. Çfarë arrogance dhe ignorance. Viktor Martini ishi dënuar politik ndau kujtimet e tij personale me atë Mëshkallën, në kohën kur ishte në burg dhe pas kryerjes së dënimit. Kam një kujtim i dënuar në janar të 61 në qelit e Borrelit, hejt kishëm lu pëgjeret e ata më proshin erën mos më himen. U të me rova kur pava së fotel ftyrën e Padër Mëshkallës, i sidhin futi një qese me sheqer e do në leshit. Kjo ishe se bështoj. Para se mu liru, 6 muja liru para me jetë, më lasi detyrë ti qisha të poezi për mënsh. Kur erdhën vizitu në shpi, me tha, ba me muhabet. Në fond tha, a ke pa gjabër atë poezi? Për cilë poezi, thë shëpadër, s'po më kujtohet, aha, lëtë, tha. Atër fillova me recitu, po këtë poezi që po jo lezejtesh, e kanë kalu 60 vjetë, e unë i majtë për mënsh. Një maske bukurume, që hodhë më lënë fytyrën e shëmtume, sa vojna lyra në gjyra që fshehin rrullat e një plake me nzyre. Shkrimtari përgjithësoj duke vlerësuar figurën e atë Mëshkallës, solli në vëmendje një ngjarje të veçantë ku atë Mëshkalla i kishte kurorzuar martesën Viktor Martinit e në mungesë të unazave çifti në atë kohë ka vendosur fije bari në gisht. Për atë të Mëshkallën, për lidhjet e ngushta që ka pas me te edhe si familje dhe bile për kurorzimin e martesës ti nga atë Pjetër Mëshkallën shesi me një kuror bëme prej bari, me fije bari. Fije metër me nazim punorin në fi. Erdi, edhe më thot, ku i keni rafë, s'kene pëndër, a s'ka gajle. I tha grus, shko me rejt 2 fije barit. Shkoj gruja, 2 fijet e barit ishin unaza kunors, por ma besoni sa të 2 fije barit i ruin kujtese në shpirtit, e si në rëj me gjithë diamantat e botës. Famulitari Don Blaž Pala i kujtoi takimin shumë vite më parë me atë Pjetër Mëshkallën. Unë jam një dëshmitar i vogël, kam pas fatin të takoj një herë gjatë komunizmit, dikon nga viti 1983, nana mori për dorët, sepse duhej të shkoj te padri për me marrët bekimin javor, një javë pakten, me marrë këshillën e tij, por edhe mi çu diçka me hangër. Ndërkohë studiuesit shprehin vlerësimet e tyre për figurën e atë Mëshkallës. Përballë me një nga diktaturat më të egra të Evropës lindore, atë Pjetër Mëshkalla me një guxim vetmohues doli publikisht me predikime dhe me shkrime kundër reformave të përgjakshme dhe absurde që po merrte regjimi komunist. Bashkëvuajtësi i Mëshkallës, Viktor Martini, në fund të aktivitetit përcolli një mesazh që e vlerësoi si amanet për të rinjt. Fëmijët
tuj me një edukat fort morale, busull e keni pa dërme shkollë.